Do të donim të di më shumë lidhur me domethënien e namazit. Si duhet praktikuar? Do të thotë sipas ti hadithit, shtylla e ditë që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith është namazi. Namazi është do të thotë namazi e lidh njeriu me Zotin e tij. Por atë çka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë sallu kema ra'aytumuni usalli. Faluni sikur që më shihni mua duke u falur. Nuk këtu e kemi edhe një gabim se ndonjëherë i tejkalojmë ingerencat ose shtojmë në diturinë ose në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Namazi do të thotë nuk është gjë tjetër përpos se afrim ndaj Allahu xhaleshan. Allahu e ka shpjeguar domethënien e namazit dhe ka thonë në Kur'an qad aflahal mu'minun, vetëm se janë të shpëtuar besimtarët, ata që besojnë Allahun, alladhina hum fi salatihim khashiun. Kush janë të shpëtuar? Ato të cilët në namazin që e falin janë të porulur, edhe e falin namazin me frikë respekt. Këtu edhe një sqarim të vogël, nuk do me thonë se duhet vetëm me shku me fal namazin, po kur shkojmë ta falim namazin duhet me pas një jetë të sinqertë ndaj Allahut, sepse asnjë punë në Islam nuk pranohet te Allahu nëse nuk i ka dikush. Kushti i parë është sinqeriteti dhe kushti i dytë është nëse e bëjmë një punë që e ka bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse mungon njëra prej këtyre dy kushteve, atëherë punën vetëm se e kemi bën mirë, po nuk pranohet te Allahu fuqiplot. Allahu xhaleshanu edhe në një ajet tjetër e shpjegon dhe thot inna salate tenha anil fahshai wal munkar. Do të thot me të vërtetë namazi njerëzit i largon nga të shëmtuarit dhe të irrituarit. Para çka ke lus musliman që të afrohen në namaz, e asnjëherë mos mendojnë të largohen nga namazi, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot ditën e parë njeriu që do të ringjallet, do të pyetet për namazin. Ai që i ka pas punë të mirë me namaz do të shpëton. Ai tjetri që ka pas probleme me namaz, ai do të dënohet. Mirë, po sidoqoftë unë mendoj që në vendin tonë ku jetojmë jemi musliman të mirë, kemi iman, dikush më pak e dikush më shumë, duhet t'i kthehemi fesë rrënjësisht edhe duhet ta falim namazin. Preja ditë që do të fillojmë ta falim namazin, nuk duhet asnjëherë ta lëm, e jo sikur të nëse njerëzit mendojnë se është herët e jemi 3, nuk ka 30 vjetër. Para Allahut jemi të gjithë barabartë. Nuk ka i ri i vjetër, por namazi është obligueshmëri për të gjithë muslimanët.